A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në zgjele falendrojmë, salavatet, salamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lësë Allah që të na i pranoj ibadetet, na i fal mëkatet, na vëzojë në rrugën e drejtë, edhe të na bëjë sinqert në fjalët edhe veprat edhe në jetën tonë. Allahumma amin. Vazhdojmë me dersën e fundit për zemrën, që ka të bëjë me zemrën, pasi e patëm të lidhur, nuk deshta me ndërprej, pastaj për të vazhduar inshallah taala me biografinë e njërit prej 10 të përgëzuarve me xhenet në javën inshallah taala të ardhshme. Thotë Malik ibn Dinari, sikur ta dija se zemra ime rregullohet duke shkuar dhe duke pastru me fshis në vendet më të thjeshta ose më jo të mira, atëherë jo që do t'i pastroja, por do të kisha fjet mbi atë fshes, ose do t'isha ul mbi atë fshis. Subhanallah, këtë ngjarje, këtë shembull e kanë praktikuar shumë musliman që keni pa dhe ju ndoshta, edhe ulemat kanë thonë një prej sebepeve që njerëzit ju zbutet zemra, sidomos atyre që kanë famë, është kur e ulin veten normal pa e nënçmu para të tjerëve. Pa e nënçmu, sepse njerëzit shpesh nuk din me vlerësu thjeshtësinë e tjetrit, nuk din me vlerësu. Prandaj ka dallim me e përul veten, me e eduku veten duke bën vepra, punë të mira, të sinqerta, përmes saj me përul veten para Allahut, me thy egon ose mendimadhsinë e nefsit tanë. Por kjo duhet me pas kujdes se njerëzit shpesh thjeshtësinë e një besimtarit e keq përdorin. Ka njerëz të cilët me ta duhet veç me majtë distancë. Nuk po them me majtë mendimadhsi, se nuk lejo stakfirullah mendimadhsia, por me pas krenari. Me pas krenari. E para armikut, në fush betejë lejohet edhe mendimadhsia. Në fush betejë para armikut lejohet edhe mendimadhsia. Por ky shembulli Malik ibn Dinarit që ka përmend, sikur ta dija se do të më qetësoj, do të më zbutej zemra, do të kisha marrë dhe fshisën me shku mi pastru vendet më të thjeshta, më të të papastra etj. Këta kanë praktikuar disa nga muslimanët kur shpesh i kanë pastru WC-t e xhamijave. Po besoj i dini disa lojtar, disa artist me famë, ndoshta botror edhe milioner, ku i kemi pa në rrjetet sociale, ku shkojnë dhe pastrojnë edhe WC-t. Një njeri që fillon me u bë e madh, është mirë me përul veten mes tij dhe Allahut. Mes tij dhe Allahut. Edhe me i bë disa vepra të cilat ndoshta ja ulin pakat mendjemadhsinë, nuk e lejojnë me u bë e madh. Na njohim besimtar, të cilët fshehurazi e kemi kuptuar na, për shembull në vende të caktuara edhe në raste të caktuara, shkojnë e pastrojnë xhamin. Shkojnë e pastrojnë xhamin me vite të tëra. Unë njoh besimtar që e pastron edhe kërkush, dikush e ka marrë vesh, për shembull, nuk është nga këtu, por në vend tjetër i popullit ton, e ka marrë vesh tinza që ai e pastron xhamin. Edhe kërkuj kur nuk i kallzon. Edhe në një prej mbledhjeve të këshillit xhamis, që hajde ta marrim një pastrues me pagesë me bë, ai flet, thot, edhe ai të këshill thot, po është mirë që shto tu pastru, thot mirë është, po me pastru dikush me pagesë me ditë. Tha lënë be burra se përderisa është mirë tu pastru xhamia, mos paguni pastrues. Edhe s'po kallzon që ai është çaj pastruesi i xhamis. Prandaj ata që kanë provu, ka thonë një dietar një fjalë tjetër, sa herë rritet menja, shko dhe pastroj WC-t e xhamis. Është një çfarë bajegu, një çfarë thonje, edhe një praktikë shumë interesante, ndoshta nuk e keni provu ju, ose dikush prej jush, le ta provon. Është mirë me e provu diçka të tillë her pas here. Se për fat keq, ka raste kur besimtarët dinë vetëm me kritiku, unë e kuptoj se duhet me pas çdo kush punën e vet, me pas pastrues, me pas muezin, me pas imam, me pas
Por, nga njerë na presim disa punë me i kryt të tjerët, edhe di me kritiku. S'pe ban filani, s'pe ban fistiku. Mirë, pëse se ban ti? Pëse se ban ti njëherë? Pëse nuk që është tin pi drekës dhe një qeni për i Zotë Zotit me najtë me pastru vecet e gjamis? Apo din veç me kritiku, s'pi man pastër, s'pi man pastër. Andaj, provojeni këtë formë, provojeni se ja vlen me eduku vetë vetën. Kalem të tjetër, se i kemi disa të krym me anë kohës, Imam Maliku thot, sa herë më është ngurtësu zamra, kom shku të Muhammed ibnul Munkedir, edhe veç e kom këqyr ata. Veç kom këqyr në ftyrën e ti. Edhe më është zbut ku marë mësim për ditë të tëra. Më është zbut zamra për ditë të tëra. Subhanallah. Tu e kemi dy mësime. Mësimi i parë, në Malik ibn Enesi, Imam Maliku, Imam Maliku një për imamve të mëllaj, që ka pëthot? Sa herë më është ngurtësu zamra, që jep me kuptu, sa do më konë besimtari, i devatshëm, i ka momentet e doptat vetat, kur i forcohet zamra, kur i ngurtësohet zamra. Po normal mos ta krahasojmë në ata vetëm me thonë, Imam Maliku ti pas ka ngurtësu zamra, atëherë elhamdulillah unë mirë kanëm. Jo, te Imam Maliku ngurtësia e zamrës, bonvaki ka qenë në nivel 1%, po ai ka ndi. Alarmat ju kanë dhezë me njëherë. Te ti bonvaki ose te unë është 50%. Në 70% nuk në dhezën alarmat. Sepse aq jemi të hutuar ose i kemi ato alarmat ose senzorat e vonum, sa ne veç kur në afrot, si kur sa e makina që kur afrot 5 cm ose 10 cm, ban pip, dikush, ata i kanë pas, ban ki 10 meter largë, senzorat ju kanë dhezë. Ndaj, mos e keq kuptoni me, por është një lloj qetësie se çdo njeri në botë ka mundësi me ju ngurtësu zamra. Ka mundësi. Atër kalon, domthon, kjo mësimi i parë që çdo kush e pas ka kohët e veta të vështira. Mësimi i dytë, një prej formave që besimtarët i qetësojnë ose i zbutin zamrat është me shku me nejt me njerëz me cilët apo të cilët ta kujtojnë ahiretin, bën sebeb me ta zbut zamrën. Këtu kemi disa forma për me i zbut zamrat, qoftë duke nejt, ka njerëz që e veç me e këshyr ta kujtojnë ahiretin, pasha Allahin. Ka njerëz të cilët kur folin ta kujtojnë ahiretin. Dje unë kam nejt me një të kuksit një vlla, subhanallahu el-azim, çfarë qetësie, çfarë prej xhamatit thjesht pasha Allahun, me pas pa kështu prej jashtë. Unë e kam njoft, ndoshta hera 3 që rri me ta, thuti ky më dhon 3 dele ose 3 lop i hub. Çfarë devotshmërie, çfarë thjeshtësie. Me të ardhë marrë pi vetës tone, çfarë nivelit të devotshmërisë janë muslimanët e ku jam unë. Veç pse e sheh, veç pse qel gojen, e sheh që Allahu Gjaleshanu ka lëshu nur në zamrën e tij në fjalët e tija. I thjesht pa kur far dije, por i sinqert mes tij dhe Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka pamja dikuj, fjala dikuj, qëndrimi dikuj, ose pse jo me shku dhe në vende në cilat mundet me marrë njeriu mësim, siç është kemi përmendë njerëzit e smut, rastet e smundjeve të ndryshme, rastet e fukarallëkut, me të zbut zamra. Na kemi raste kur edhe disa pleq ose plaka të moshave të shtyra dhe sinqeriteti tyne, kur të flete, kur e shet që nuk dojnë nga kjo botë asgjë ata. Ata asgjë, ata kanë Allahun Gjaleshanu dhe qësë sinqert, sa ti veç kur i sheh, veç kur rrin, veç kur i takon, veç kur ecin udhës, ty të kujtojnë ahiretin. Sikur të ishmi na ata të cilët të tjerët marrin mësim dhe inspirohen, edhe ju zbutët zamra prej neve, e jo na më kanë ata që duhet me shku të tjetër edhe më u qetësu kur takohemi me ta. A ke parasysh, domthon Muhammed ibn Munkedir ka qenë për atyrin që Imam Maliku veç kur e ka pa, i është zbut zamra dhe i ka vazhdu kjo zbutje e zamrës ose kjo qëndrim i tij me ditë të tëra. Na njohim edhe pleq, do shta dhe ju kemi edhe në xhamin tonë, pleq të cilët kret muhabetin e tyne, qëllimet e tyne, fjalët e tyne i kanë për ahiret. Për botën tjetër, thjesht kur rrin me ta, e shet që këta nga kjo dunja nuk dojnë asgjë. Jenë kthy ka bota tjetër me çdo sen. Edhe
t'japin mësim veç me heshtjen, me qëndrimin, me shikimin e tyne se si të flasin, si të dojnë, si të afrojnë, me të parën se këta kur far interesin nga kjo botë nuk dojnë. Kjo vllazni një prej mësimeve që na duhet me pas parasysh edhe ku t'i gjeni këta njerëz, përfitoni për tyne. Përfitoni për tyne. E cudhës me ta. Mëses me një njeri që e ke fal namazin me ta, si të del në rrugë, ja nis me bo gibet. Mëses, ma mire të vetën, ban dhikër, përmenda Allahun, je të dalë për gjamis të shku në shpe. Ose ec me dikon që përfiton prej ti, ose ec vetën. Prandaj një prej sebepeve që ju këshilloj juve edhe vetën, edhe jam të mundu me praktiku, mos me ecë rrugës me njerëz të cilët nuk ta kujtojnë ahiretin. I bën 500 metër, 1 kilometër, ma shumë a pak. A dhe sa herë mund me bot të sbih? Me qetësu vetën tane. Se sa mes me dikon që thot në xhami apo ai filani që ka bani fistiku, me ta smu zamrën. Me ta ngarku zamrën. Mirë dalim të tjetra. Thot një dietar e ka këshillu në djalosh 3. O djalosh. Thot, sa do që din ki dije në gjuhën tane, nëse në zamër nuk ki përfitim për asaj dije, atër thot nuk ki me ecë një hap për para në, si me thonë, në stabilitetin e zamrës tane. E tërë thot e tërë përparimi që i bën vetës është përparimi i punëve të zamrës. Dhe me thonë, pse i ka thonë djalosh, për arsye se djemë të ri, keni kujdes djemë të ri, zakonisht janë ma euforik, ma të gutshëm. Edhe këshurë mi mësu 5 mesele, 10 mesele, dhe me qato mesele me usjellë, kretë debatet e tyne. Edhe me ishti hoxalarët në për vrind gjulpanës për qato 10 mesele. Ku do me thonë, një prej se shamu meseleve, kë, mjekrën pat ma shkurta, tjetër ma të gatë. Edhe kretë devotshmëria, edhe vlerësimi i një hoxhës bëhet bazë qasaj. Ku ndoshta qaj i cili ky po e vlerëson, është për atyne që rrinë, mos thëmë 24 orë, se duhet me fjetja 8 orë, por rrinë ndoshta 16 orë duke bërë gibet të tjertë. Nuk i vlerëson këto. A tjetër rrinë duke punu. Por vlerësimet i kanë me 3-4 meselet gjuhës. Meselet gjuhës. Prandaj nuk mundën me ngrit në nivelin e rabbanijin. Rabbanijin ose rabbanijun janë ata ulema të cilët kanë rri gradat në alta, e kanë bërë lidhjen mes tyre dhe Allahu xhaleshanu e kanë rregulluar raportin çat shumë, sa aty në mund nuk ju interesant dunjoja dhe çdo sen, çdo lëvizje, heshtje e bëjnë veç për Allah. Nuk ndikohen nga sebepet e jashtme. Prandaj edhe disa prej vëllezërve që kanë dëshirë ata me ngrit në nivele të larta, është që mos më marr me këta djelmosha, të cilët me kalimin e kohës kanë mos zbut, kanë më qetësu, edhe rrinë duke ja kqyr njëri i cili ka 5 pika dopta, ai tjetri 3 tjera, edhe kret muhabeti tyne është rreth çatyre e vrejtjeve, edhe nuk kalon ajo dija e gojës, nuk kalon vepra, nuk mund me ecë ai përpara. E shem mirët ja 5 vjet. Kemi të tillë. Mirët ja 5 vjet duke i ofendu hoxhallar, duke i shoh, duke i kritiku, duke u gjetë vrejtje, mas 5 vjetë ja nisë me një biznes, shkon bëhet dikun kamarier, me respektin për profesionin ose s'është profesional, po për punën, kamarier, nuk është qëllimi i nënçmimit, por e sheh pastaj mas një 5 vjetë që ka nejt kamarier, ka dalë me një zanat tjetër, e ka hub hoxhallëkun, e ka hub dijen, e ka hub medresën, e ka hub fakultetin, e ka hub hafëzllëkun, e ka hub të ardhmen e tij duke u marrë me çato 3-4 mesele. Ja 5 vjet, pastaj edhe zamra ju ka ngurtësu, nuk ka bë hapa, po thotë ky dietari nuk ka bë hapa në dije. Kurse ai tjetër djalë i ri, i cili e ka mshël gojën, i cili ka kry hifzin, i cili se ka kry hifzin, e ka kry medresën, ka marrë notat e larta, pastaj ka vazhdu, ka mësuar gjuhën, ka vazhdu ka kry fakultetin, se ka pa kërkush të fol për hoxhallar edhe për dietar me tu lam me gojë, po me vepra të tija je dukum, ka mri nivel kry, ka bë 30 vjet, o kthy dietar. O kthy dietar. Se s'ka pas vakt më marrë me çto. Cilla punë që janë përpara, puna e zamrës. Mshël gojën, nuk e ki moshën, nuk e ki kohën për me i majt dersa dhe mishti prej pyetje për shembull, një prej pyetje më shumë të cilat na vjen në në Instagram është 3 mesele që do me të nxon ty a pason sunetin, a se pason sunetin. A bën me shkurtu mjekrën as bën. 3 mesele. Pse sa ai dën që ti me të shtin që ato lojna, që pastaj ai me pas material kundër teje. Edhe me fol me vite, se don ai detyrimisht të dash me të nxjerr ty
Përmes që aty në meseleve, prej asaj ati rrethit që ai e ka kriju. Andaj, runi zemrat e juja, ecni përpara me zemër e jo duke folë vetëm me gojë. Thotë Yahya ibn Muadhi, trupi smuret me smundje, kurse zemra smuret me mëkate. Ashtu thotë sikurse trupi që nuk ndjen kënaqësi të ushqimit, nuk ka kur farshije kur ai smut, njëjtë edhe zemra kur smut nuk ka kur farshije të ibadeteve. A ka rast kur ka ndodhur aty që je fal, edhe vetëm ja ke boranën. Po, ja ke boranën. Je fal, e ndoshta ke lexu Kur'an, ndoshta ke bo dua. Je mundu me eftu, me thirr dashnim për Allah, me umërzit, me fillu me qa, të bon dua, nuk ka dhez. Nuk ka dhez. E ke bon namazën, e ke falë shpejt, e ke kry taravin, veç e këshyrë sa minuta po bon ma shpejt, me u falë, nuk ke ndje lezet knatësi të ibadetit. Pse? është smu zamra. Sikur se kur hanë ushqimin, edhe nuk ndjen shije në ushqim. A ke i lezet që më thush s'poni kur gja. Njëjtë janë edhe ibadetet. Një për sebepeve nëse nuk je të ndi ibadetet, lezetën e ibadeteve, është se është smu zamra. Kush i ndjen ibadetet, i ndjen zamra. Andaj keni kujdes, për me i shëru zamrat, mundoni më u largu prej harameve. Abdullah ibn Mas'ud i thot, Ibn Atija, e ka përmen një prej sebepeve që mas shumë t'i sëmun zamrat. Ka thonë, shikimi, syni, është prej faktorëve më të rëndësishëm për shërimin ose smundjen e zamrës. Për shërimin, nëse ul shikimin nga harami, Allahu Gjeleshanu komentarujt zamrën. Nëse e lëshon shikimin haram, të smuhet zamra. Pra ka përmend kë një prej sebepeve, normal nuk është vetëm ky sebep, por ka edhe shumë të tjerë. Andaj thot, mas shumëti që mundesh me i pa njerëzit që kanë rënë ose në smu, në zamrat e tyre, është se fillimin e kësaj smundje kanë pasin nga shikimi në haram. Shikimi në haram, por në kjo mundet me u lidhë po ashtu edhe shikimi edhe në gjërat e lejuara, por të cilat nuk ka dobi. Nga të cilat nuk ka dobi. Thjesht domethënë humb kohën duke kqyr diçka që nuk është haram, po nuk ka kur far dobie prej saj, ma mirë kqyr një ders, nga një ligjerat, e kqyr një emision ku përfiton në imanin tanë, në dijen tane, thjesht nuk e humb kohën kot. Andaj Allahu Gjeleshanu ku ka thonë, ka përmend shikimin, e ka përmend ka thonë me meditu, me shiku në gjithësi, në kozmos, në qiell, për çka? Për me meditu. E meditimi pastaj arrit edhe bën sebeb imanin. Andaj këshilloj veten, po ashtu ju këshilloj juve djem të ri, në veçanti. Me hapjen e mundësive që njeriu të jepet të gjytet në harame, ju këshilloj që të keni kujdes për hir të Allahut. Rune shikimin e juaj. Shikimi nuk bjerë shikimin haram, nuk bjerë kur far dobije, përkundrazi ta smund zamrën, sepse është diçka shikimi që kur nuk të ngop, as nuk të sjell dobi. Prandaj përpara plesht, kur i ka bë djali 6-17 vjet, 7-18 vjet, edhe ka fillu me kqyr gjërat udhës që s'duhet me kqyr, e ka nalë baba vetë, ka thonë birë. Ty kqyr gratë dhe qikat e huja, kur gjë nuk përfitante. Veç të smuhet zamra. Veç bash, i pa edukum, fillimi i haramit, edhe syni bën zina, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e dëmton tjetrën kur gjan, veç që e shkatron vetën. Prandaj ka përmend ky dietar që fillimi i devijimit ose smurjes së zamrës është shikimin haram. Keni kujdes për hir të Allahut. Pos haramit, pastaj edhe shikimin në gjërat e lejuara, e siç është për fatkeq sot rrjetet sociale. Në veçanti TikToku, ku djem të ri me orë të tëra, pa marrë vesh, zhytën edhe, i kalon 200-300 video. Ato zakonisht janë ka 1 minutë, që i bjen 200-300 minuta.
është pa hesab kohë e humbur. Mirë. Thot Ibn Qayyim rahmetullahi alayh, thot zamra i ngjan një zogut. Thot zogu sa më lart që ngjitet në qiell, aq më i sigurt është nga armiqt. Domethënë nuk mundet me ngrënë një qen ose një mac ose një njeri me nxanë ose me myt. Njëjtë thot është edhe zamra. Sa më shumë që ngritet në nivele të larta, aq është më e ruajtur nga smundja e saj, nga smundjet e saj. Këto nivelet në alta është për qëllim me iman edhe me dije. E me ngrit në altë, që është ngritet, mas pari duke mësu, ose duke nejt me djetar. E përmenda Imam Maliku që ka thonë, veç kër e kum pa Muhammed ibn Munkedirin, mu ka zbut zamra. Ka thonë, që me thonë, ka thonë vullnet, për me esë për para, për me zbut zamra. Kështu është edhe fjala Ibn Qayyimit, sa ma shumë që ngritet zamra në nivellet në alta, aq më mbrojtur është nga haramet, nga të këqijat. E qysh me ngrit veten apo zemrën përmes ibadeteve, përmes diturisë, përmes leximit, përmes nejtjes me dietar. Mos e neglizhoni të dashur vëllezër, sidomos ju trit këtë gjë. Rrini, vizitoni hoxhallarët. Një prej vërejtjeve më të mëdha që kemi nga vëllezërit është se ka njerëz të cilët i kanë hoxhallarët në qytetet e tyre. Marrin men pa dash tashme kalu shumë mi livdu pa nevojë hoxhallarët, për dijeni që hoxhallarët që kanë emën të qyteteve të ju janë vlerë e qytetit. Nëse do të mbledheshin njerëz me thonë çfarë vlera ka Prizreni për shembull, ti kishe me thonë e ka Shëdrëvanin, e ka Kalajën, e ka Sinan Pashën xhamin. Këto janë vlera, por ka dhe vlera tjera. Një prej vlerave është edhe për shembull hoxhallarët. Filani fisteki. Edhe për fat keq, mas paku që i vlerësojnë këto, janë njerëzit e vendit vetë. Edhe detyrohet ai tjetër prej qyteteve të caktuara, mërana ose jashtë kufive, marrë me vizitu, ai e ka që aty kur nuk ka shku as në ders. Nuk është mirë kjo. Vjen ai e merr prej Mitrovicës, shokun e vet Prizrenit dhe shkon te hoxha. Edhe njofton ai huji, e njofton këtot me hoxhën e vet, me hoxhën e qytetit vet. E kështu nuk ngritën zamrat nivelet në alta. Nuk ngritën. Na nuk po thojmë që ditën atë me najtë edhe por edhe të kalojnë vite, pa kur, pa vizitu kur, pa njoft kur, pa e qitë në një kafe, ose me najtë me ta, ose. Kështu që duke najtë njëni me tjetërin, inshallah ta'ala, ngritët niveli edhe shërimi i zamrës. Këta të keni parasysh që të pikë. Se na për fatkeq, tonë nuk i vlerësojmë. Thot Ibn Gjauziu, rahmetullah alejh, kam pa, thot, se të merresh me fiqh edhe me hadith, me shkencët e fiqhut dhe të hadithit, ndodh, thot, që mos me mjaftu me të zbut zamra. Se ka dy dije që t'i shton informacionet e dispozita fetare, edhe dija e cila të ngrit imanin. Ky ka thonë, andaj thot e shoh që nuk është e mjaftueshme për me e zbut zamrën veç kjo dije. Po duhet thot me kalu edhe tek meselet të cilat flasin për zbutin e zamrës dhe për historinë e selefit, e cila është histori e mbushur me shembuj që të motivojnë. Pra i kemi dy format ose dy drejtimet dijes. Dija e fiqhut edhe hadithit, që marrësh dispozita halali, harami, bidat, sunet, hadith sahih, hadith dhaif. Kjo thot nuk është e mjaftueshme për besimtarin me ju zbut zamra dhe me ju ngrit imani. Se të marrë gjithmonë këso dispozita, argumenti ky, kështu, ai tjetri ashtu, sikur lodhet. Thot patjetër duhet me bashku pak edhe me raqaiq. Janë ato
dispozita të cilat flasin për me qetësu, me zbut zemrën, edhe me ngu për biografinë e dietarëve, se si ata kanë bojë ibadet, si u kanë tutë Allahut, çu kanë fal natën, çu kanë mësu Kur'an, çu kanë qajt në namaz. Thot duhet mi bashku këto. Prandaj pra po kthehem të djemt të ri, të cilët mësojnë për fe, pse jo edhe të tjerët, përveç që me lezu libra të cilat të mësojnë halalin e haramin, lezo edhe libra të cilat të motivojnë ty për këto mesele me ta majt imanin në nivel. Keni kujdes pra në këtë pikë. Tash të shohim se çish mund të më kuptu një zemër sa është e shnosh edhe sa është e smur. Thot një dietar El Harith El Muhasibi, ai që ka zemrën e shnosh, edhe është i sinqert me Allahun, shumë është i kujdesshëm, ose nuk janë nin sa e vlerësojnë tjerët, sa se vlerësojnë tjerët. Çfarë note i qesin njerëzit. Ai ka vetëm një gajle. Te Allahu Gjellëshanuhu çfarë pozite ka. Te Allahu çfarë pozite ka. E ka këtë gajle, edhe nëse duke u mundu me arrit pozite Zoti, i dëmtohet pozita të njerëzit. Edhe njerëzit nuk e livdojnë, nuk e vlerësojnë, ai nuk ndikan asgjë te raporti ti me Allahun. Aja e ka gajle Zotin, shme knaq Allahin. Nuk do me thonë kjo që mu që dhe mu përla me njerëzit. Por do me thonë që mës me abon qefin njerëzve në logaritë knaqësisë Zotit. Që kjo thot ju ka shnosh zemra. E aji cili i ka gajle qysh me arrit të knaqësia njerëzve, qysh mundohet me im shef turpet e tia, marrët e tia, edhe ka qef me ju përmend bëmat e tia, të mirat e tia, aje ka zemrën e smut. E kupton? Dhe më thonë, aje që ka për Allah, e livdun, se livdun njerëzit nuk i interesan. Aje që ka për Allah, mundohet me mshef se vapët, qysh na mundohemi me mshef gjunahet. Absolut, nuk i interesan që ka thojnë njerëzit. E ka një raport mes tij dhe Zotit, kjo është përmend edhe në disa shkrime që përmenden në psikologji, po them, është një fazë që mund ta shtim këtu faza mbretërore, që njeriu absolut nuk ja nin çka flasin tjerët, ai e don qetësinë e vet. Unë po shtoj kjo qetësi mes tij dhe Allahut arrihet. Nuk ka qef me marrë vesh njerëzit çka ka bën prej veprave të mira, absolut. Edhe të kundërtën, nuk e ka gajle nëse njerëzit i shpifin, i folin për ta, janë gjesin ati, etj. Ai ka raportin me Allahun Gjellëshanu. Me vo ma arrit që ta, atër për një me ke arrit një nivel të nalt, ose ma sakt, po thëmë, e ke kuptu për çka duhet me jetu. Normal me shkëtyna, a kemi rambje dhe ngritje? Normal kemi, se të ke fundet jemi njerëz prej ashtit edhe prej mishit. Thot, i ka thënë Sufjan ibn Dinari, një shokit apo një mësuesit vet Ebu Bishrit, i cili o kon talebi i Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhu, thot, ma trega veç një punë që të përfitoj prej atyne që në konë paranesh, prej djetarëve që në konë paranesh. Thot, i ka thonë ai, ata kanë pas një fshetësi që kanë punu pak e janë shpërbly shumë. I thash, qysh ka mundsi njeri me punu pak e më shpërbly shumë? Thot, për arsye se i kanë bë veprat për Allah me zemër të ndërgjetshme. Shumë është kjo e vërtet, kur është zemra paq, kur është një jetë i sinqert, kur është gjoksi pa zili, kur bën punët veç të intereson Zoti, është i kënaqur ajo. Absolut nuk i lidh me njerëzit sanët, shpërblimi është më i madh. Në momentin që përzihet njeti, po më shes, po më dëgjon, s'po më dëgjon, u mor vesh, ka bona, s'u mor vesh. Atëherë shkon shpërblimi duke u zvoglu edhe duke u dobësu. Pra një prej veprave që ka përmend nga sahabët, ka qenë se edhe nëse duke që po punonin pak, shpërbleheshin shumë për shkak të brendësisë së tyre të sinqertë dhe të pastër. E para fundit, Bishri, i ka thonë një dietar Bishri Fudejl ibn Iyadit, thot,
priza të Zotit më këshilla. Subhanallah, kur kam qenë në studime, kur e takonin profesorët ose dietarët, qoftë në harem, qoftë në fakultet, njëri tjetrin ose në ndonjë tubim, shumë shpesh e kom ni këtë fjalë që i thonin njëri tjetrit më këshilla. Nuk e kam keq kuptuar atëherë, por nuk ja kam ditë rëndësinë. Më duke sikur po i thot apëtan, ky hoxha i hoxh, ky dietar ai dietar. Ky profesor doktor ai profesor doktor. Po zakonisht ma të rit ju thonin ma pleqve. Shpesh që kum dëgju, ata kur i këshillonin, i thonin kifrik Allahun, ittaqillah, të t'ju Zotit. Por shpesh më ka ra me edhe të kundërtën. Ai thoi ke më këshilla, ky thoi ke kifrik Allahun. Edhe tash ky apet i thoi ke ti çapo më këshillon mu? Këshillin e tjetrit. Pasi masanena nuk e fillova mos me nimo këtu në mesin tonë, se aso nuk e praktikaj këta, adon që janë të praktiku. Ka ndodhë që kum dash me testu vetën, thjesht atë egon teme, edhe i kum shkru dikuj prej muslimanëve që më ka marrë menja që ja vlen me, kum thonë, mi përmen ti, çka i din vrejtjet të unë. Mirë po, ndoshta se kom përdorë shpesh, po disa herë, ka pas raste kur jem bo pishman pëse i kom thonë. Pra arsye se ku ka hin, ku ka dalë shqiptari. Subhanallah. Pastaj kom lexu një thanjet një dietarit, i cili më ka lënë shumë për shtypje, ka thonë, kur ti thu dikuj përmen me të mira edhe të këqija, duraje tani. Tani duraje. E ku ka hin, ku ka dalë, po elhamdulillah që e kom lexu këtë thanje, veti kifajet, duraje tash. Edhe kështu ma shqip, duraje tash. A i ke lyp përmene. Pastaj në funi kom thonë Allah, shpërbleft, edhe pse s'jam pajtu me ato që i ka përmenë. Ama, veti ke lyp, duraje tash. Po kemi nevoj kjo, këtë fjalë. Kemi nevoj mi thonë njëni tjetërit më këshilla. Sidomos nëse jemi në ndonjë udhtim, ose kemi mu largu dikun. Ama kjo më këshilla, masane dhe duhet me apo më thu më këshilla, edhe nga ma këshilla masane. Jo është me largoj, me thonë, valla burri mirë filani, po më thotë më këshilla. Ti i thunë, djallë tajnë të majtë. Kur të lyp këshill për dikuj, ngaje. Ose mos lyp. I ka thonë më këshilla, Allahu të më shiraft. Aje ka këshillu ka thonë, kush i tutët Zotit, ajo frikë prej Allahut, ka me që veç të hajri. Dhe më thonë, veç të t'ju Zotit. Kretë punët Zotit marë, ka me t'i prunë. Veç të t'ju Zotit. Kur dënë me boni haram, kur dënë me shku dikun, kur dënë me... Veç frikën Allahit ki. Ta di që Allahu me ty të sheh, dëgjan, ka me të shpëbly ose me të dënu. Veç tutën Allahit. Kjo tutë nuk ka me të që me sharu, ose me shkel në rasat kalta. Edhe fundit, thëtë Amir ibn Abd Qajsi, men khaf Allaha, e khaf Allahu minhu kulle shej. Kush i friksohet Allahut, Allahu ka me mundësu ati që prej ti me pas frikë gjdo sen. Kush nuk i friksohet Allahut, Allahu ka me mundësu që ai më u friksu për gjdo sanit. Pra kemi një person që i tutët Zotit, edhe një që nuk i tutët Zotit. Ky që i tutët Zotit, s'ka mu tut për kërkuje. Për kundra zi tjertë kanë më u friksu, kur temi kanë më u friksu, kanë me pas respekt, kanë me ndëru, e tjere. Edhe tjetra, një njeri që i s'për tutët Zotit, Allahu ka me përull, ka me arobnu zamrën, ka me friksu zamrën, sa që ky ka mu tut prej kretë saneve. Pra, detyrimisht për bjenë kjo fjalë që njeri, zamra njerit ka me pas një lloj tute. Tash ka me zgjedh zamra, apo i Zotit mu tut, apo i robit mu tut. Kush tutet për Zotit, zamra mush me frikë. Nëse themi, po e bëjmë kështu në mënyrë figurative, zamra i ka 200 mili
litër ose miligram vend për me qitë aty frikën e një tut, me qitë frikë. Qatë frikë ti e marrësh frikën e Zotit e mush zemrën me frikë Zotit, sikur se një enë kur ta mush me ujë. Ajo mos s'ka vend për më mush, sa mush me frikë Zotit. S'ka më frikë për kërkan. Edhe kundërta dikush i cili qatë vend që duhet me mush me frikë Zotit e mush me një frikë tjetër kuj. Atëherë s'ka frikë të Allahit, ka mutut për çdo kuj. Se ka mush me frikë të tjerëve. A e dini kur ka qenë Covidi ose ndonjë smundje që përmendën në mesin tonë, sa janë tutë njerëzit. Po t'ja përmendësh vdekjen sa tutë njerëzit, ata që s'kan iman, ata që s'kan frikë të Allahut, është mush zemra tyne të arrin me stres. Një flamë, një telashe, një diçka kanë me bajt veç gajle, se zemrat e tyne nuk kanë frikë nga Allahu, prandaj Zoti ka robru me frikat të tjera. Për me qenë krenar, për me qenë taman burr, musliman, tut jo veç Allahut. Në momentin që i tutë e Zotit, as Covidit, as mujës, as vdekjes, as kur gja nuk ke frikë. Nuk po thamë që mos mi marë sebepet, por po themi që nuk i robnohesh kujt tjetër pos Allahut. Edhe kur mos harroni se një njerëz që ka thënë la ilaha illa Allah, është e turpshme që mu tut prej dikujt tjetër. Se kur thu la ilaha illa Allah ti ke thonë që krijuesi jam, mirëmbajtësi im, ai që ka jetën, vdekjen, shpirtin tim, në dorën e vet, ai që ka kaderin tim, ai që ka shkruar çdo sen për mua, ai i cili më shem dëgjon, më ndihmon, risku im është në dorën e tij në qiell. Ai ka vendosur kur kam me vdek. Pikuj po ki frikë. Po unë se di ai kam, po ti që ka thonë la ilaha illallah, parimisht që to dush mi pas parasysh. Pastaj ja kushton ibadetin veç atij, nënshtrimin veç atij, porulën veç atij, mbështetjen veç taj, namazi veç për ta, kurbani veç për ta, jeton vdes, merr frymë veç për ta. Kjo është pjesë e akides, e shahadetit. Veç atij i lutesh, veç atij ai ka emrat e bukur, cilësitë e larta. Atëherë pse me pas ti frikë prej tjetër kuj? Edhe pse frika është dy lloje, frikë e imanit dhe frikë e natyrshme. Dikush mundet më tut piçanit, është diçka normale, por se frika e imanit që bron nga imani nuk guxon me u kon prej askujt tjetër përveç prej Allahut. Të dashur vëllezër, pak a shumë këto janë fjalët e dietarëve dhe këshillat e tyre të cilat apo të cilë dietarë në kanë folë, në kanë këshillu rreth disa pikave që flasin për zemrën, e dini se kjo është shumë rëndësi, keni kujdes se kemi ngjecje në këto pika, domethënë në përmirësimin e zemrës, lutë Allahun që të na përmirësojë, na udhëzojë, të na falë mëkatet tona, walhamdulillahi rabbil alamin.